Fjalën për pyetje ka gjyqtari Ibrahim. Faleminderit, në fakt dolën në pjesën më të madhe edhe përgjigjet për pyetjet që unë kisha paraprakisht, vetëm ndoshta një ripohim i asaj që u tha nga kolegët në mënyra të ndryshme. Si çdo mas sigurimi, edhe kjo e pezullimit aplikohet për nevojat e hetimit. Edhe nëse kanë një mesazh kjo gjykate, kanë fjalën për gjykatën kushtetuese për gjatë të paktën këtyre 3 viteve që unë shërbej këtu, është një mesazh konsistent drejt gjykatave, qoftë atyre të sistemit posaçëm, qoftë atyre të sistemit zakonshëm, që masat e sigurimit duhet të jenë si një rrobë e qepur mirë për rastin konkret. Pra ti përgjigjen nevojave të hetimit, as më shumë, as më pak. Masa e pezullimit nga detyra, që është masa që është kërkuar dhe që është vendosur në rastin konkret, tipikisht për cilat lloje veprash penale kërkohet, zbatohet, janë këto vepra penale karakteristike të funksionit ministror, dhe në rast se po, në një rast hipotetik që kjo gjykatë do thoshte që jo, nuk zbatohet spezullimi mbi ministrat, a do ta asgjësonte, kufizonte, dobësonte ky vendim aftësinë e gjykatave të posaçme për të ftuar korrupsionin? Atëherë, ne 142 e ka parashikrimin të qartë. Pra nga interpretimi literal, përjashtimi është vetëm për të zgjedhur. Pra nuk është se kemi një përkufizim që cilët janë rreth i subjekteve të funksionarëve publik, ndaj të cilët do aplikohet masa e ndalimit të pezullimit për dalë tek ajo nëse ka një parashikim pra apo ndalim për ministrin te kjo lloj mas ndaluese. Nëse kuptova qartë. Pra, në atë parashikim, funksioni i ministrit nuk është i ndaluar sipas atij parashikimi ligjor që ka në 242. Masa ndaluese e pezullimit logjikisht, juridikisht lidhet me funksionin. Pra, personi i hetuar ndaj të cilit kërkohet kjo mas sigurimi, patjetër që ushtron një funksion publik, sepse në të kundërt për çfarë do të kërkosh kjo mas sigurimi për të ndaluar pra vazhdimin e ushtrimit të këtij funksioni publik. Prokuroria e posaçme dhe gjykata e posaçme qenë se ka marrë një vendim për miratimin e kërkesës tonë, vlerëson që, nuk e përdor termin tuaj gjyqtar, ne kemi qepur mirë atë mas sigurimi për atë të hetuar. Sepse kemi vlerësuar që vazhdimi i ushtrimit të funksionit publik që e hetuara ushtronte, do ta pengonte hetimin dhe do të vështirësonte mbledhjen dhe grumbullimin e provave në funksion të ushtrimit të kompetencave tona kushtetuese, atë të ndjekjes penale dhe në funksion të mbrojtjes të interesit më të lartë, sikurse është interesi publik. Faleminderit. Fjalën e ka gjyqtari Marsida Xhaferllari. Faleminderit. Nga pikpamja e faktit, procesi gjyqësor për masën e sigurimit, në çfarë fazë është? Për masën e sigurimit të pezullimit të ekzekutimit nga detyra. Është në apel, në gjykatën e posaçme të apelit për korrupsion dhe krimin organizuar. Dhe është pezulluar shqiptimi gjyqësor, është pezulluar gjykimi deri në pritje të këtij gjykimi. Për shkak të vendimit të ndërmjetëm të gjykatës. Pra atje në pritje për shqyrtim mbi bazën e ankimit të kujt të hetuarës. Të personit, të individit, ndaj cilit është vendosur masa sigurimit. Mirë. Një pyetje kam unë, se besoj që gjitha çështjet dolën me pyetjet që bën edhe gjyqtarët e tjerë. Presidenti i Republikës sanktën e sotme paraqiti një skenar ekstrem, që tha mund të ndodhi që me kërkesë të një prokurori dhe me vendim të një gjyqtari të vetëm të vendoset pezullimi nga detyra e kryeministrit dhe gjithë anëtarëve të Këshillit të Ministrave në tërësi, për shkak të një fakti penal. Në vlerësimin tuaj, e kuptoj që ky është një skenar që na u paraqit ditën e sotme, se Presidenti i Republikës sot e solli qëndrimin me thënë të drejtën, nuk. Jo, nuk po e paragjykoj, domethënë kjo tregon që unë po e vras mendin për skenarin që ju paraqitet, po mirë kuptoj pozicionin e palëve që mund të jenë pa përgatitur për të dhënë përgjigje një pyetje që ju ushtruar, meqense u paraqit sot.
Në opinionin tuaj, cilat janë mekanizmat, cilat do duhet të jenë mekanizmat kushtetues që garantojnë Republikën nga një skenar i tillë që të ngelen brenda 24 orëve pa ekzekutiv. Thënë më thjesht, se për këtë pjesë, nëse unë e them më thjesht, besoj që ju mund ta keni vrarë mendjen për skenarin. Si përgjigjeni ju cilësimit që ka filluar tani është bërë edhe objekti debatit publik dhe mediatik. Si shpëtojmë ne për ta shndërruar vendin nga republikë parlamentare në republikë të prokurorëve? Qa opinioni keni? Nëse keni, nëse s'keni. Në është që pyetja është hipotetike. Jashtë objektit të këtij gjykimi, kushtetues dhe nuk ka lidhje me subjektin për cilin ne jemi mbledhur dhe po gjykohet në rastin aktual. Ja fjalën kërkuesit për pyetje ndaj subjektit të interesuar. Faleminderit, të nderuar. Në fakt, pyetja tona u ezauruar nga pyetjet që bën anëtarët e trupit gjykose. Faleminderit. Subjekti tjetër i interesuar Kuvendi ka pyetje ndaj prokurorisë së posaçme? Presidenti ka pyetje ndaj prokurorisë së posaçme? Ja, nuk kemi. Faleminderit. Jeni dakord të administrojmë provat e paraqituara në këtë proces? Përfaqësuesit e kërkuesit, Po, jemi dakord. përfaqësuesit e Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Po, jemi dakord. faleminderit, përfaqësuesit e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë Dakord. dhe përfaqësuesit e prokurorisë së posaçme. Dakord dhe ne. Faleminderit. Gjykata vendosi të administrojë provat e paraqitura në këtë proces. Ftoj palët në këtë pikë të paraqesin konkluzionet përfundimtare. Secila palë ka 5 minuta në dispozicion për të paraqitur konkluzionet përfundimtare. Fillojmë me kërkuesin. Faleminderit. Faleminderit e nderuar, në përfundim të shqyrtimit gjyqësor i qëndrojmë kërkesës në tërësi të paraqitur, si dhe çka u debatuar në këtë seancë gjyqësore. Përfundimisht kërkojmë pranimin e kërkesës sipas objektit. Ftoj subjektin e interesuar Kuvendin e Shqipërisë për paraqitjen e konkluzioneve përfundimtare. Kuvendi i Shqipërisë si pjesë, si palë në këtë proces gjykimi, i qëndron parashtrimet paraqitura dhe me shkrim dhe ato të prezantuara në këtë seancë plenare gjyqësore të gjykatës kushtetuese dhe në përfundim të gjithë argumentave të ngritura në lidhje me interpretimin kushtetuese në 103 të kushtetutës, në lidhje me mungesën e kuadrit kushtetues për zbatimin e 242 të kodit të procedurës penale, në lidhje me konfliktin e kompetencave që ka krijuar vendimi i gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, në lidhje me interpretimin që kjo mas pezullimi, ndoshta de jure jo, po de facto çon në shkarkimin e një pozicioni të ministrit apo zonës kryeministrit, të cilat u trajtuan në fjalën tonë. Përfundimisht i kërkojmë gjykatës pranimin e kërkesës së kryeministrit. Faleminderit. Ftoj përfaqësuesit e Presidentit të Republikës së Shqipërisë për konkluzionet përfundimtare. Tërni qëndrojmë parashtrimeve tona,